Së fundmi shikohet një raport i egzageruar dashurie midis jush, përdora fjalë e gabuar ndoshta, midis jush dhe kryetarit të Partisë Socialiste Fatostano. Presim në një stuhi pak më vonë apo ky raport ka qenë gjithmonë miqësor? Pari mendoj se marrëdhëniet e mia me zotin Anu janë marrëdhënie krejtësisht normale, janë marrëdhënie pune edhe marrëdhënie shoqërore. Dhe ju dini se zotin Anu është tip i këndshëm shoqëri, gjithashtu. Dhe është një problem madh me shtypin se gjithmonë do të gjej të keqe o tek marrëdhëniet e mira ose përsëri tek marrëdhëniet e ngrirë apo ku di unë etj. Dhe gjithmonë këto marrëdhëniet tona kanë qenë një objekt të spekullimit shtypit, por mendoj se do kanë pasur gjithmonë një konstante e cila ka qenë pozitive dhe që i ka shërbyer qeverisjes, i ka shërbyer dhe afirmimit të Partisë Socialiste si një forcë e përgjegjshme dhe mendoj se gjatë këtij një viti që unë kam qenë kryeministër dhe zoti Nano përsëri kryetar partie, edhe gjërat brenda vetë Partisë Socialiste ka qenë situatë shumë më ekuilibruar, shumë më e qetë, shumë më e përgjegjshme dhe Partia Socialiste ka treguar se ka qenë në gjendje të administrojë besimin që i ka dhënë elektorati që u provua në zgjedhjet e tetorit. Bashkëshortja juaj, Monika Kryemadhi, është atakuar shumë së fundmi në shtyp, madje më shumë se udhëheqësi socialist. Është përfolur për gjëra për cilat e ka hedhur dhe në gjyq media dhe ka fituar, gjithashtu është përfolur se merr pjesë në vendimet tuaja politike. Së pari duhet ju siguroj se unë i dëgjoj të gjithë dhe në fund vendos vetë. Pra e kam parasysh për ato gjë që duhet vendos si kryeministër, kam parasysh shumë mirë të shprehjen e popullit, pyetjen vetë, besidi vetë, dhe natyrisht që është detyrë e një drejtuesit të dëgjoj, që të reflektoj, që të përzgjedhë të seleksionoj, por nuk mendoj se ka ndonjë një iluzion se dikush ndikon në vendimet e mia, qoftë kjo edhe gruaja ime. Se mund ndikoj në vendimet e kryesisë Partisë Socialiste të Tiranës ku është anëtare, kjo është gjë që mund ndodh. Mund ndikoj në Këshillin e Bashkisë së Tiranës ku prap është zgjedhur edhe kjo, apo Komitetin e Përgjithshëm Drejtues Partisë Socialiste etj. Por kjo është çështje krejtësisht, domethënë qesharake dhe akoma më të tupshme janë sulmet që bën asaj dhe në përgjithësi familjes sime, sepse kjo luftë deri këtu ka degeneruar në akuza nga më absurdet, por që natyrisht me të cilat tashmë jemi ambientuar dhe nuk na shqetësojnë më. Dhe sigurisht që ka fituar dhe një gjyq dhe jam i sigurt se po të vazhdoj të rrugë do t'i bie fitoj një 1000 gjyqe tjera, kështu që e kam ftuar që të mos e ndjek më